bashkëpunues me njëri tjetrin. Qëllimi jonë është një dhe i vetëm, të shpëtojmë Shqipërinë një herë mirë nga kjo klasë politike që na ka pushtuar për 85 viteve. Ne s'kemi patur një ndërrim të vërtet sistemesh, ne kemi patur vetëm ndërrim fytyrash dhe jeta jonë në këtë vend vazhdon dhe t'jetë e mjerueshme. Jemi në kufit e mbijetesës, pjesa më e madhe e popullsisë. Ndaj duhet jemi gjithë bashkë në këtë shesh, për te interesave personale, për të quar përpara Shqipërinë. Shqipëri e re! 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 Tani të flasi një prej atyre çunave që në jetën e aktivistave është shembull për rezistencën që ka bërë dhe për mbrojtjen që i ka bërë tokës vet dhe për andetarizmin që ka treguar. E të fjoli nga Ducati do flas për ju. Përshëndetje të gjithëve. Më bëhet zemra mal kur shikoj kaq shumë njerëz të mbledhur në shesh për një qëllim të bashkuar. Por gjatë këtyre ditëve kaq intensive, kaq të zjarrta të protestave tona, kemi pasur shumë debate si popull, si aktivist. Dhe një nga debatet ka qenë që nismëtarët e protestës, a të dalin, atë mos dalin, se mos mërzitet populli, mos duket si përvetësim. Unë jam që për të shpëtuar protestën nga ata që tentojnë ta kapin, nismëtarët duhet të shpallen, pastaj për të mos bërë protagonizëm, të ngrihet një kuvend kombëtar nga gjithë aktivistët, të gjitha grupet, të gjitha krajinat. Kjo është një domosdoshmëri, sepse protesta nuk mund vazhdoj pafundësisht vetëm në ngjitje. Do vi një moment që nga ngjitja do vi drejt zbritjes dhe nuk duhet ta lejojmë, sepse nëse kjo protestë humbet, atëherë do instalohet një diktaturë 10 herë më e egër se kjo që kemi. Një autokraci. Prandaj unë kam kul që ne për të sjellë Shqipërinë e re duhet të ndërtojmë një sistem të ri. Dhe sistemi i ri nuk mund të nisë kuturu. Le të thrasim një kuvend kombëtar ku të gjitha forcat përparimtare të shoqërisë shqiptare të bëhen bashkë në një tryezë të madhe me qindra njerëz, ku do të ketë disa rregulla komunikimi që për të marrë vesh dhe për të marrë vendime efikase, le të jenë të larmishme të gjitha grupet, se normal që janë të larmishme, përfaqësojnë gjithë shoqërinë, por na duhet patjetër një tryezë kombëtare, një kuvend kombëtar do ta quaja unë. Nuk e di sa dakord jeni, por ju bëj thirrje të gjithëve që jeni në shesh, të mos e nënvlerësojmë të pikë, ju lutem. Nëse jeni dakord, jani të ngrëm një kuvend kombëtar gjithë përfshirës, ku të jenë që të gjithë, përveç partive të vjetra, të sistemit të vjetër. Dhe përveç